Në prag të festës së madhe të besimtarëve musliman Kurban Bajramit, te stadiumi i qytetit në Tetov si zakonisht bëhet shitja e kurbanëve. Shitësit e këtyre gati një vit e presin këtë ditë që të shesin kurbanet që i kanë ruajtur gjatë vitit. Por, në krahasim me vitet e kaluara, kësaj radhe fuqia blerëse është mjaft e vogël, edhe pse çmimi nuk është i lartë, por problem kryesor është kriza ekonomike dhe kohëve të fundit edhe paraqitja e sëmundjes gjuha e kaltërt. Interes ka, por jo edhe blerësit, thonin shitësit. S'ka cenë, s'ka i son, për të marë, që jo? S'ka pare, po, pare s'ka. Si shkën çmimet? Po, për me hajvoni shkon cenë, ka 200, 150, 100, për me hajvoni shkon në cena, shkon. A më njëson s'ka. Pazari lisht, si lisht, shof të marë, të bajt, i shof hi, lisht, hajvon pjot ka, ma. Ko problemi? Lisht problemi, problemi dihet ku është. Po ka, po shumë pak, nuk jo. Ma shumë janë për hajvan të mëdhej se për dhend. Përse? Po kujdi u hiki ma shumë dhenve, për hajvan të mëdhej që shkujnë ma majra, dhend ma lisht. Po i porosejtin e marën deshe e dhenë, se deshe e delja janë për kurban, hajvan i madha për mishë. Çmimi i kurbanave shkon 100 euro dhënë, deshet 120, 130, 140, shitje ka pak apo ditë e parë, ama të kese shitje, si të duket kjo popullata, ka interesim. Kanë pare popullata? Popullata nuk kanë pare shumë, ama pa për të ekzistuar në blegtorët ka. Mendojmë që do të shkoje, mes ka popullata muslimane, populli s'mund të jetojë. Nësë kanë edhe ne të qesim diçka të jetoj, po mirë të tjese. Blerës momentalisht nuk ka sot ma dobet, qaj e ka në çmimin 300, këto 200, qaj 120 ato dhitë. Sa copa keni pas kret? Kum pas, unë ma shumë kum pas, ama i këm shetë, s'ka me në shtop, 5 copa. Kum pas, qëta. Me që blerësit ishin në numër shumë të vogël, ndërsa edhe ata që shëtitnin më tepër pihetnin për çmimin e kurbanëve se sa blenin, dhe normalisht edhe pse këtë nuk donin ta shprehenin publikisht. Shtret në erë. Shnimet si vjetë që ishin ma shtret janë, po më nesër nuk e dim që të bëhet. Ama lira, ama shtreta, nuk e di që të të. Po gjo më merë blish kurban hajvana apo dele? Përshtaj të njën që se në mëronë, dele dhe marra, ne gjidum 3-4 vetë, hajvan matë marrë. Ma era hajvana, dele ka një kurban, një asej. Këtë për 7 dhe bëjtë që këtë ta marrë, thash, 7 vetë, 6 vetë dhe im. Duhet tese mishi merë, tese mëseshe i smun të qëllësh, mëseshe shumë gjojnë ka ataj. Më këto shtaj nuk e dia ka kontrol, ka gjenë në bazar, ka agje kontrol, i qëllën gjuhën, i peti qëllën njëri të qële gjuhën ka smutaj. Këto ka shumë gjaja njëkësi, sama, nuk o punë jo, pa i kemi ne në televizi që i qëllën gjuhën, vaqelin, dhomët shumë duhet dikat bëhet kurban të marrësh. Me therjen e kurbanit, në këtë mënyrë nxitet dëshira për të ndihmuar edhe nevojtarët dhe rastet sociale dhe për të zhvilluar shpirtin e vëllazërimit, të ndihmës, të sakrificës e të mbështetjes së njëri tjetrit.